Olta Sheta ishte ftuar ditën e djeshme në emisionin Fan Club, ku gjatë diskutimeve në studio bëri një deklaratë që nxiti menjëherë reagimin në rrjet. Ajo shpreh se Brikena ka pasur një lidhje sentimentale me ish konkurrentin e përputhen Adheon, duke paraqitur këtë si fakt të njohur për të. Kjo deklaratë nuk kaloi pa u komentuar, pasi pak minuta më vonë nëpërmjet një lidhje telefonike në studio, Adheo reagoi publikisht për të sqaruar situatën. Ai mohoi në mënyrë kategorike çdo lloj marrëdhënie dashurie midis tij dhe Brikenës, duke theksuar se mes tyre nuk ka pasur asgjë më shumë se sa respekt. Sipas Adheut, Brikena është një vajzë e ciltër dhe e pastër, larg çdo intrige apo keqkuptimi. Është gocë e ciltër, e pastër, nuk është intrigante. Jam duke bërë tifo për të dhe nuk dua të gozhdohet në rrjet. Prandaj desha të reagoj dhe të sqaroj se nuk ka pasur asgjë midis nesh, u shpreh gjatë telefonatës. Reagimi i tij u pa nga shumë djegës si një përpjekje për të mbrojtur imazhin e Brikenës dhe për të shmangur keqkuptimet në rrjetet sociale, ku deklarata të tilla shpeshherë marrin masa marramendse më shumë se ç'duhet. Diskutimi vazhdon të jetë temë komentesh, ndërsa publiku mbetet i ndarë mes deklaratës së Oltës dhe pohimit të prerë të Adheut.